Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Gaforës. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është Kogja letër e fortë të dashur Gafor, asi i shkopive. Diku brenda teje ka një dritë që po ndizet, mos e shuaj asnjëherë me dyshim. Për ju që jeni Gafor, kjo letër vjen si një thirrje ngrohtë nga shpirti juaj. Diçka e re po lind brenda jush, mund të jetë një dëshirë që të ka trokitur kohën e fundit, një ide që nuk të le të qetë apo një ndjenjë që thot ka ardhur koha të guxosh. Asi i shkopive është fara e zjarit. Një impuls, një shkëndi që të thot se ke diçka për të krijuar, për të ndërtuar, për të përjetuar, dhe për ty që je ujë, kjo flakë është thirrje për të dalë nga guaska, jo për të braktisur ndjeshmërinë, po për të shndruar atë në forcë lëvizëse të dashur Gafor. Mos e prit momentin perfekt, siç e keni bërë deri tani, nuk është koha, nuk mundem, s'ka mundësi. Nuk ka nevojë të jesh gati në çdo detaj, rruga hapet kur ndërmerr hapin e parë. Absolutisht të dashur Gafor. Ky është çasti kur duhet të besosh në ndjenjen që të shtyn përpara, edhe nëse se kupton plotësisht pse. Brenda ndjeshmërisë tënde fshihet fuqia e lindjes dhe tani është koha jote për të ndezur atë që ke mbajtur të fshehur prej kohësh. Të dashur Gafor, zgjohuni, jeta po ju pret, tani është momenti i duhur.